Shëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, ja ku takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë ngjarjet më të fundit, njëkohësisht për të ndarë edhe të rejat më të fundit rreth rastit të Rayan Alwan, vajza palestineze e cila u gjet e vrarë në apartamentin me qira në Tiranë, ku dyshoheshte se është vrarë nga babai i saj. Ditë më parë kemi sjell të rejat më të fundit në lidhje me këtë rast, duke treguar se në fakt çfarë ka ndodhur dhe çfarë kishte zbuluar policia gjermane, pasi që Rayan Alwan ka jetuar për një kohë në Gjermani, ka qenë e martuar në Liban dhe ka patur 2 fëmijë nga ajo martesë, por pas Gjermanisë ajo së bashku me babain e saj për një situatë të ngarkuar në jetën e tyre, ku sipas nënës Rayan ka qenë e kërcënuar nga disa çuna të